Dhe jemi rikthyer në Mendoj një herë. Para se të mund të prezantojmë të ftuarin ton për sot, themi një fjalë për sponsorat tanë. Eurocall Service, kompania lider e gjeneratorëve në Shqipëri, të pranishëm në shkolla, fabrika, spitale dhe shtëpi. Ata garantojnë energji kudo dhe kurdo. Për 35 vitesh në treg, Eurocall Service sjell siguri, besueshmëri dhe energji që nuk ndalet. Eurocall Service. Falenderojmë po ashtu Electromagic, i cili ka të gjithë brandet premium. Shkoni, shikoni dhe provoni në funksion që të ndjeni cilësinë dhe të kuptoni pse Miele, KitchenAid, Teka, Hagen janë çfarë janë. Është totalisht një eksperiencë tjetër. Electromagic përjeto eksperiencën. Dhe pas tyre falenderimeve, nuk harrojmë të falenderojmë të ftuarin ton. Kënaqësi që të kemi, Miron Çako, teolog, mirë se erdhët. Kemi zgjedhur një temë e cila është pikante, po vazhdon të jetë aktualitet shqiptar. Neve na pëlqejnë, i praktikojmë, i dëgjojmë mallkimet. Nuk po flasim për magjit, se këtu futemi në të thella, po pse besojmë ne kaq shumë tek mallkimet? Është kjo një psikologji kolektive apo ato ekzistojnë vërtet? Asnjëri nga ne këtu nuk është 100% i pastër ose i pafajshëm. Në një shoqëri njerëzore, madje edhe në marrëdhënie në çift që janë marrëdhënie shumë ngushta ose prindër-fëmijë, patjetër që ka pjesën e vet çdo kush. Kështu që mënyra se si shoqëria njerëzore të përparojë dhe të vazhdojë jetën është që duhet të fali dhe të tolerojë. Nëse ne do fillojmë për çdo padrejtësi të lëshojmë mallkime ose të dënojmë tjetrin, pastaj kush do mbetet gjallë? Tani, a vjen kjo edhe për shkakun e ignorancës, paditurisë në këtë rast? Pra ne si shoqëri praktikojmë, se ndoshta nuk e pranojmë zhvillimin ende dhe nuk falim dot. Dhe mendojmë që fuqinë e kemi vetëm ne si individ. Po, e drejtë është. Padituria është një nga shkaqjet e mëkateve. Sidomos padituria e vullnetshme. Sigurisht padituria e pavullnetshme, për arsye se ti si arsimuar dot ose në një ambient që ti s'ke komunikim, pra s'ke informacion, s'ke dije, normalisht dhe drejtësia ynore të toleron. Kurse ti je i pavullnetshëm i paditur në mënyrë të vullnetshme, atëherë patjetër ke përgjegjësi. Dhe njeriu duhet të ketë dije mbi gjërat ynore, si funksionon gjërat ynore dhe bota shpirtërore, por dhe marrëdhënia shoqërore. Sepse këto nuk janë më thjesht ide filozofi. Nëse do ishin ide filozofi, do kishin mbaruar me kohë. Po janë realitete që kanë qëndruar gjithë sfidave dhe kohës, edhe vazhdojnë dhe sot. Pra ekziston një botë tjetër, një botë paralele, bota shpirtërore, dhe ekziston dhe Zoti, i cili është gjykatës me drejtësi. Prandaj, nëse ne kemi padije të vullnetshme, dënohemi dhe nuk justifikohemi. Prandaj, edhe prindrit që mallkojnë fëmijët e tyre, kjo i zë, sepse unë fëmijë kam thot, e thash pa dëshirë të keqe. Por ti e the, po fjala ku shkoi? Diku shkoi kjo fjalë. Tregohet një rast te një person i shenjtë që ishte diku, vajti një baba i cili ishte shumë i trishtuar, i dëshpëruar dhe tha më vdiq djali mu tek dera e shtëpisë. Por jam unë fajtor, tha babai. Po pse, i tha? Po ai erdhi vonë në shtëpi, patëm një përplasje dhe i thash mos arsh gjallë në shtëpi. Dhe vërtet tha nuk arriti dot në portë të shtëpisë. Po, sepse shtypi makina mu te dera e shtëpisë. Mos e kam bërë unë këtë të keqe, tha ky babai, sepse kishte problemin e akuzës të ndërgjegjës. Po i tha çfarë? Kush e ka bërë? Pra, këto zën duhet pas shumë kujdes. Dhe në momentin që ty të del mallkimi, sepse njeriu edhe i shpëton. Është ai vulkani, një frustrimi i brendshëm që del në sipërfaqe përmes një fjale të keqe. Që do ta nxjerrësh. Menjëherë duhet të thesh, Zot më fal. Aty shuhet mallkimi. E tërheq mallkimin. Po, në moment që ti pendohesh dhe tërheq mallkimin dhe thua Zot më fal. Pendohem për këtë që thash, mallkimi tërhiqet. Dhe shpëton edhe ai që mallkohet, por shpëton edhe ai që lëshon mallkimin. Si ndikojnë te fëmijët fjalët e prindërve? Patjetër që bëhen edhe uratat, bëhen edhe mallkimet. Kështu që tregohet prapë të tregoj një rast, sepse është mirë që ti ilustrojmë këto me gjëra njerëzore. Kemi dhe shembuj, po. Me gjëra njerëzore, që janë gjëra që kanë ndodhur dhe ndodhin. Për shembull, tregohet nga jeta një shenjtori, Shën Arseni Kapadoqis ishte ai, dhe aty vinte një nën dhe i sillte fëmin sepse i zhdukej fëmia. I zhdukej fëmia. Po i zhdukej fëmia. Pse i zhdukej fëmia? Sepse fëmia ishte qante, bënte, babai ishte njëri që nuk e duronte dot. Edhe i thoshte të marr të djallit. Edhe kjo një mallkim që kemi ne. Marr djallit. Të marr dreqje. Marr dreqje. E njësoj është. Djalli dreqi po ai është sinonim janë. Atëherë zhdukej fëmia, vinin demonët dhe merrnin fëmin. Vinte kjo nëna dhe i thoshte urat më bë diçka, tha se miku fëmia, luteja uratas, vinte fëmia, bëj i dukshëm.
Kjo përsëritet shumë herë dhe derisa pastaj uratat e priftit nuk e lejuan më mallkimin e babait. Ai mallkonte në mënyrë periodike. Konstante, po. Atëre, po çfarë ndodhi? Ky fëmijë u bë nga fëmijët më të prapë dhe më të djallëzuarit, sepse demonët që e merrnin këtë fëmijë kishin ndikuar edhe në psikikën e këtij fëmije, dhe ai thotë i fuse njerëzit në sherr, i bënte njerëzit vriten me njëri tjetrin dhe sa që shkonin tek ai dilte i pafajshëm. Pra u bë i djallëzuar. Kështu që duhet pasur shumë kujdes. Po nuk po më fal, se të ndërpreroj. Jo, s'ka asgjë. Po nuk mendon se bën dhe vetë truri jon këtë gjë, se varet a e pranojmë. Unë po i thoja të njëjtën gjë pothuajse në Hades, po unë e mendoj pak më ndryshe, më të brendshme dhe më pak të jashtme. Zoti e vendos, jam agnostik me bindje. Unë besoj që na impakton fjala e prindit sepse na intereson me bë të krenar, le të themi prindin, dhe të godet në shpirt. Nëse do ta thotë dikush i panjohur, se dikush që e ke inat, sidomos nuk do të godiste, tash të godet në mënyrë të tash të motivon. Dhe unë desha me të pyet çfarë mendon për këto, për shembull hebrejt, bie fjala, që më shkon mendja, ose hindut, që bëjnë një lloj sakrifikimi, bie fjala, hebrejt bëjnë një sakrifikim të një pule, një herë në vit mos gaboj, dhe e quajnë që i kanë vendosur mëkatet e mia te pula dhe tash e vrasin dhe e djegin dhe hanë dhe kanë hequr mallkimet e tyre. Në mendjen e tyre, në aftësinë e mendjes dhe në manifestimet e jetës tyre nuk ekziston më mëkati, sepse ashtu e besojnë me turin e tyre. Ne e bëjmë para se të varrosim dikë. Pra shumë krahinat e Shqipërisë e kanë këtë, që sakrifikojnë një pul. Po. Kjo vjen nga dhjata e vjetër, nëse ne shikojmë dhjatën e vjetër, domethënë beslidhjen që kishte bërë Zoti me Mojsiun në ligjin Mozaik, Zoti kërkon shpagim për mëkatin. Mëkati lahet me gjak. Para se të vinte Krishti, ishin disa kafsh që therreshin për të shlyer mëkatet e njerëzve. Dhe në ditën e shlyerjes që kishin ata një herë në vit, merrnin një kec dhe mbi atë vinin gjithë mallkimet ose gjithë mëkatet. Dhe shkonin dhe e thenin këtë dhe diqin jashtë kampit, jashtë vendit ku ishin. Për të në një farë mënyre, kjo ishte një tregues që mallkimi ose mëkati kërkon shpagim. Dhe shpagimi bëhet me gjak, por kjo ishte thjesht vetëm në mënyrë figurative, nuk e shlynte mëkatin. Mëkati u shlye tek hebrejtë dhe gjithë kombet, gjithë njerëzimi me ardhin e Krishtit. Ne besojmë se Krishti është biri dhe fjala e Perëndis dhe biri i njeriu. Si njeri, ai mori mëkatet e njerëzve dhe u kryqëzua në kryq. Dhe kryqëzimi i Krishtit në kryq, që u kryqëzuar dhe jashtë kampit, jashtë ambientit ku jetonin ata judej në Jeruzalem, pra në Golgotha, në kotën e Golgothas, tregon që ai shlydhi mëkatet e njerëzimit. Tani, nëse ne do vazhdojmë të bëjmë përsëri ritualet mbas Krishtit, këto nuk kanë më vlerë, sepse Perëndia ka dhënë një mënyrë për të shlyer mëkati dhe mallkimi. Është i mallkuar sepse bën për asgjë, bën, si them, e shkel me këmbë gjakun e Krishtit. Prandaj ne të krishterë nuk bëjmë më kurbane. Dhe kjo është ajo që ne e shikojmë, si thotë juve. Nuk e praktikoni më. Tek të vdekurit e gjitha. Pse? Ka feja muslimane. Pse e bëjnë këtë? Sepse duan që njeriu, nga që ka barrën e mëkatit, atëherë këtë mëkat duhet dikush ta pagujë. Por ku t'ja japim? Gurit, drurit, që në botën tjetër të shkojë i larg. Pra është një lloj mënyre alternative që njerëzit qetësojnë tërgjegjen. Por nuk funksionon kështu, sepse mëkati nuk e bëri as pula, as dhia, as delja, as lopa. Po e ke bërë ti, e ke bërë si njeri, duhet ta shpagush ti si njeri. Prandaj ne nuk pranojmë më rritin e kurbaneve. Meqense po flisnim. Po në këtë rast nuk ka bërë as Krishti mëkate. Krishti nuk ka bërë. Unë besoj diçka shumë të ngjashme, por në mënyrë të brendshme, po jo të jashtme. Bie fjala demonët, do e shpjegoja ose sidomos Luciferi, drita e ferrit, ose ylli i mëngjesit. Është sipas mendimit tim të paktën, përderisa shkruhet kudo në libra fetar që është ai që të shtyn drejt mëkatit dhe drejt tundimit, sidomos, është për mendimin tim një personalitet tjetër që unë e quaj Keidi që më kërkon të pi cigare. Një version tjetër imi që ngajherë më thotë shko pi cigare. Ai është tundim, mund të zgjedh mos ta ndjek. Në shumicën e rasteve më merr me të mira, hajt ta pim një cigare bashk. Më kupton, është si një demon aty brenda, demon, në thonjza. Dikur i përdornim ekzorcizmin, edhe sot e kësaj dite domethënë, quhet që personi është pushtuar nga demoni e duhet performohet ekzorcizmi, që është një bëhet me të kënduar, me të lexuar Biblën, bie fjala be gone, i thu damnohu, se nuk e di si thuhet shqip. Keni praktikuar ju të tillë? Po, kisha një kap patjetër. Bëhen ekzorcizma në Shqipëri? Ka mënyrë, po. Çfarë rasti ka qenë për shembull? Po,
Kisha, jo, ta mbaroj pyetjen apo do Jo, po është interesante kjo do ta si lëm po. Unë thjesht do e krahasoja me hipnozën. Unë do i vija emrin, mënyra si e njohim sot, vetëm se i ndron emrin, zakonisht kriminalet i ndrojnë emrin me hum gjurmët, që mos ta di populli i gjerë. Sot demonet sipas mendimit tim i quajmë personalitete dyfishta, që i kemi të gjithë, sipas mendimit tim, jemi të gjithë një personalitet tjetër kur shkojmë në punë, në krahasim me si jemi vetëm në shtëpi në orën 3 natës. Dhe demoni që të pushton është thjesht ky kejdi tjetër që merr trupin dhe shkon me piduhan. Dhe egzorcizmi mund të quhet hipnoza. Personaliteti i dyfisht hiqet me hipnozë, që është një mënyrë me të manipulu trurin. Është thjesht ka ndryshuar fjalët. Si shikojmë nuk është magji, nuk është thjesht alkimi. Ky është këndvështrimi i një gnosticisti, do me thënë një personi i cili nuk i vë emra, po i lë gjërat si them të shpërndara ose të pa përcaktuara. Pra, ne si teologji, flasim nga ana teologjike, jo thjesht personale, teologjia e ndan botën e padukshme me botën e dukshme. Bota e padukshme është bota angjëllore që janë shpirtra mendor të padukshëm, sepse nuk kanë trupa fizik, kanë trupa eterik, ajror, dhe këto ndahen në dy kategori, në botën besnike që janë angjëjt besnik dhe në botën rebele që ishte me kryetar Eusforin, Luciferin, Satanajn, Shejtanin, Djallin, Vëjasidur. Dhe këta janë forca të errta, të cilët ndikojnë në psiqikën tonë. Dhe ne nuk jemi të dyzuar si qenie njerëzore. Ne nuk kemi dy njerëz, po ne kemi një ndikim që i themi ne një tundim ose shigjetim mendimesh që na vjen nga botë e padukshme, që ajo shfrytëzon mëkatet tona, pasionet tona dhe na nxit atë padukshme, po është reale dhe konkrete. Po është reale sepse shikojmë veprimet. Shfrenimi këtu. Pra, ne nuk e shikojmë qenien, po shikojmë veprimin. Pasojat, bravo. Dhe këto pasojë na tregon se nuk jam unë, se unë nuk e dua ta bëj atë. Për shembull, unë e di që diçka, droga për shembull, ose alkooli ose cigaria ose një pasion tjetër është i dëmshëm për mua. Atëherë unë kam një presion kaq të madh psikologjik që më thot bëje. Dhe atëherë unë nuk jam më vetja dhe s'mund të jem dysh, se njeriu është një. Atëherë është një forcë tjetër e padukshme që hyn në psikikën tonë dhe në fizikun tonë dhe marrëdhëniet tonë shoqërore dhe bën skenarin dhe njeriu është brenda lirisë. Tu tani kemi lirin. Do t'i bindesh apo nuk do t'i bindesh? Kjo është fuqia jote. Kjo është fuqia. Liria është një nga atributet që na ka dhënë Zoti ne, sepse Zoti është i lirë dhe ne na ka dhënë mundësi të jemi të lirë. Prandaj ne nuk përcaktojmë si diçka abstrakte, por si diçka, si një qenie reale që është forca padukshme. Hipnoza. Çfarë është hipnoza? Por ne është lidhje magjike. Hipnoza bëhet me formula magjike. Që fatkeqësisht. Po, patjetër. Që fatkeqësisht ka hyrë dhe në mjekësinë alternative sot. Shkon te dentisti, me që ti nuk nuk duron dot injeksionin, atëherë ose ke frik, fobia që është nga dentisti, atëherë të bën hipnozë. Çfarë bën? Mjeku ka mësuar formula magjike dhe të vënë hipnozë ty, sepse çfarë ndodh në hipnozë? Si e besojmë në hipnozën? Mjeku në vetveten nuk ka asnjë aftësi, është njerëz si ty dhe si mua, që ty në sistemin tënd nervor dhe ti bëj neuronet në gjumë, nuk e bën dot. Si e bën? Por forcat okulte të fsheta demoniake kanë fuqi, janë frymra që futen në trurin ton, në ramin ton, si mund ta themi ne, truri është një lloj kompjuteri dhe stopon. Dhe ti je në gjendje gjumi. Dhe në moment pastaj ku bëhet përsëri formula, largohen dhe ata dalin ata dhe ti bëhesh aktiv. Është magji. Pra nuk është hipnoza diçka kështu. Çfarë është? Për magji nuk është një energji që vjen nga universi. Jo, dhe abstrakte. Vjen nga forcat okulte. Pra, njeriu në hipnozë mund manipulohet. Se ne mund të themi që dentisti mund ta bëj këtë për të mirën e pacientit. Tani këtë fuqi ka vetëm po hipnoza mund të bëj që njëri ta vësh në hipnozë dhe mund të bësh çdo gjë trupit atij dhe ai s'kupton asgjë. Dhe ka ndodhur kjo. Atëherë mund të përdoret edhe për keq. Ka njerëz që përfitojnë duke i bërë hipnozë të tjerëve. Ka qenë në Shqipëri kanë qenë. Ta trajtojnë trurin si AI, si ChatGPT. Ka ndodhur që shkonin gjatë pacient, ata personë nuk janë këtu, ikën jashtë, por unë i di sepse kisha kontaktuar një kohë me ata dhe kuptova që ishte një mashtrim i madh. Çfarë bënin? Përpara meje i vinte në hipnozë. I vinte dorë mbi këtu, po ai nuk i vinte vetëm dorë, ai thoshte një formulë që unë nuk e dëgjoja dhe binte njeriu në tokë si i vdekur. Dhe me atë mund bëhet çfarë do duash ti. Dhe këputaj në moment vetëm nga ajo formula. Dhe nuk mund ngresh pa thënë ai përsëri formulën që ta ngrinte. Atëherë çfarë është hipnoza? Hipnoza është energji negative, diabolike që hyn në psikikën tonë, në trurin tonë dhe lë njeriu në gjendje siç do, ose të manipulon. Je këtu, je atje.
Pra, është diçka që kisha e lufton, sepse është diçka Është që desha keqe në manipulon këtë rast, njeriu. Në qartë. Po yshtja? Edhe yshtja është pjesë e magjisë, E njëjta gjë. sepse yshtja është formulë magjike, por nuk është direkt duke i thënë demonëve që janë më ndihmoni ose zgjidhni problemin, por janë formula magjike, për shembull yshtja hedhja e kripës, hedhja e sheqerit edhe që njerëzit i bëjnë dhe duke i trashëguar këto nga paganizmi i lashtë, por janë formula magjike që duhet i mësosh dhe po ti bësh ndodh. Të ndihmojnë, të lehtësojnë. Patjetër. Unë e kam thënë edhe një herë tjetër që dua ta them sepse njerëzit duhet i mësojnë këto gjëra, si janë formula magjike ose yshtjet. I mësojmë nga njëri tjetri. Për shembull, një grua ju ankua gruas tjetër, shoqes vet që burri i saj e keq trajtonte. Dhe i tha ajo, të mësojmë tha si burrin ta bësh pul në shtëpinë tënde. Që zakonisht disa gra që vuajnë nga egoizmi e duan dhe këtë dhe gjejnë me këto formula, si të bësh burrin pul. Po, merr këtë kripën dhe i dhe në vatër dhe thuaj këto shpreje. E bëri ajo dhe ajo tregon vet që nga vatra dolën 2 buaj të zi, 2 demon dhe i thanë, jemi në shërbimin tënd, çfarë do që të bëjmë? Fatmirësisht ajo grua nuk e bëri atë, se ishte edhe besimtare, besimtare në një formim jo të saktë, por që nuk e bëri, iku me vrap dhe më në fund e rrëfeu atë si mëkat. Pra, këto janë realitete që nëse ti do hysh atje, do të shikosh që nuk janë thjesht filozofi, teori, janë realitete që ti edhe mund t'i shohësh dhe mund t'i prekësh. Që po të praktikohen, marrin fuqi thua. Patjetër. Dhe ku hyn atë ballë pastaj, ka garis sot apo? Po pse duhet pyetur. Se mund të ketë magjë të tilla. Pse nuk supozohet i bëjmë këto, nëse janë gjëra që janë të faktueshme dhe po ti mund t'i bësh. Sot mund jo pse i refuzon Zoti, domethënë nëse sepse nuk janë lidhje me Zotin. Shiko, Zoti nuk bën spektakël te njeriu. Siç do të bëj demoni. Për shembull, siç janë këta magjistarët ose këta për të rrequr audiencë. Zoti nuk ka këtë interes. Një prind me fëmijën e vet nuk bën renga. Prindi me fëmijët e vet është i drejtë për drejtë dhe do që fëmin ta drejtojë dhe t'i mësoj moralin edhe ato çfarë duhet. Të qetë dhe të pastër dhe të lumtur. Kurse personi tjetër që kërkon të përfitojë nga fëmia bën dhe këto renga. Kështu e krahasojmë ne. Zoti për ne është një prind që kujdeset për qenie njerëzore dhe nuk merret me këto gjëra dhe Zoti nuk ka gjëra të fshehta. Zoti është i drejtë për drejtë. Lutjet që ne bëjmë në institucionin tonë kishtar janë lutje me zë që çdo kush i dëgjon, janë lutje në gjuhën që çdo kush e merr vesh, nuk ka formula të fshehta. Po tysh, në vendet okulte ose në fet okulte, të gjitha ka formula të fshehta. Çfarë janë formulat e fshehta? Formula magjike. Tani këtë fuqinë për të bërë egzorcizëm kush e ka? Këtë nuk e ka njeriu. Njeriu në formë pastrimi egzorcizmi. Njeriu nuk mund largoj demonin, sepse demoni si qenie intelektuale është më e fortë se njeriu, sepse është qenie angjëllore e rënë. Demoni e lëron vetëm Zoti, kështu që në kish egzorcizmi do të bëhen në emër të Krishtit, i cili e shkatroi, si them, fuqinë demoniake në kryq, sepse Krishti shtypi mëkatet. Fuqia e mëkatit është tek, si them, fuqia e djallit është tek mëkati. Atëherë kur Krishti shlevi mëkatet, shfuqizoi mëkatet, humbi fuqia e djallit. E njëjta gjë përsëritet. Kur ne thresim Krishtin, kur ne përdorim kryqin e Krishtit. Ju e keni bërë këtë? E keni ushtruar? Unë jam priv, po klerikët po e bëjnë. Ka kisha, kështu shërbesa egzorcizmi, po patjetër që i bën kundër njerëzve që janë të demonizuar ose kanë një ndikim diabolik që nuk i lërat ose si them është konsistent. Po flasim për kryeqytetin apo zonat të tjera në shpi? E pa ndonjë rast të tillë. Po na thojë që kishe pa një rast. Po sa të duash, nuk kanë, kjo nuk është diçka e pazakontë. Për ne po. Për ne po se nuk kemi parë. Po, shiko, kjo dhe mund të googullosh dhe mund të shikosh ka janë hedhur për shembull seanca të këtyre që thash egzorcizmave, por nuk janë gjëra të bukura për t'i parë sepse aty reagon dhe djalli. Për shembull, djalli flet me zburi nga një grua, ose djalli ulëret, ose djalli tregon gjëra me zërin e asaj atij personis, atij ose asaj, gjëra që njerëzit i bëjnë, kështu që tregon që bota e padukshme është reale. Prandaj duhet pasur kujdes, sepse sot ka lloj një këshërie. Ky brez ka një këshëri për tyr në atë që është e fshet. Dhe mëson, dhe sot aksesimi është shumë i thjeshtë, shumë i lehtë. Por po hyre në atë valle, edhe po mësova ato formula si ajo gruaja aq thjeshta. Jo. Po hyre, hyn dhe nuk del dot, sepse çdo gjë ka kosto dhe duhet ta paguash atë. Dhe mallkimi ka kosto. Pra duhet, kur ti thu një fjalë, vim te mallkimi bëhet, po si shlyhet mallkimi? Do pendohesh, do rrëfehesh, që ta marri Krishti këtë mëkatin tënd të mallkimit dhe ta shlyj. Ndryshe pastaj
ajo vazhdon. Meqense e përmendë pak, është shumë e vërtet kjo që brezi i ri, Gen Z, Gen Alpha janë kthyer te bota shpirtërore. I tërheq gjithmonë më shumë dhe dëgjojmë edhe për njerëz që flasin sikur e kanë atë informacionin e mjaftueshëm edhe për paktet që mund të bëhen me djallin. Dhe gjithmonë njerëzit që janë shumë të suksesshëm edhe në vendin tonë, po edhe në botë, ne themi që ai ka firmosur një pakt me djallin, ja ka shitur shpirtin djallit. Po. Kjo nuk është as kështu retorik, as kështu i skenime filmash, janë realitete të cilat ndodhin fatkeqësisht. Pse ky brez kërkon të bëhet si them ortak me djallin? Se është shumë egoist. Material. Do suksesin e shpejtë. Bravo. Do uni. Do me un jam, po që vetëm un jam thot Zoti. Ne nuk mund të themi un jam, sepse ti je një krijesë e varur, si nga natyra, por dhe nga marrëdhënia shoqërore. Prandaj duhet bashkëpunosh. Por kur një njeri është shumë egoist, i kalcifikuar në veten e vet, e thot un jam, ai kërkon me gjitha format të arrijë atje dhe gënjen veten duke futur në këto ullira, duke futur dhe në fe që të mëson një energji impersonale që vjen nga universi etj, duke mësuar formula magjike, duke realizuar këto në jetën e vet. Po e bëjnë këtë. Po bëjnë këtë dhe marrin benefitet në thonjza, por futen në këtë ullin që janë mashtruar nga djalli dhe në fillim e fitojnë karrierën, pastaj ata shkatrohen, deskritohen. Siç kemi raste që edhe figura shumë të mëdha publike, madje edhe botërore janë deskrituar, sepse djalli çfarë është? Djalli është një armik i cili është shumë dinak, ai në fillim duket sikur të shërben, pastaj do t'i shërbesh atij dhe djalli ka një qëllim që të humbi shpirtin dhe jetën. Pra unë thotë bëj tregti me ty, thotë, po kosto është shumë e madhe. Do vish me mua në ferr. Dhe ferri fillon që këtu në tokë. Njerëzit që merren me këto, vërtet mund të kenë një karrierë në politikë, në ekonomi, në arte, gjëra, por brenda vetes tyre ata janë në një ferr, sepse djalli ka poseduar psikikën e tyre, shëndetin e tyre, marrëdhënien e tyre dhe ku nuk janë të lumtur. Dhe e keqja është se ata që të marrin fuqi duhet shkojnë nga mëkati në mëkat. Prandaj edhe ajo çfarë pam tash von Epstein, çfarë ishte? Ishte një okultizëm. Nuk ishte thjesht ishin disa njerëz që kishin probleme me pasionet, po ishin në okultizëm, pedofilia, vrasja e fëmijëve, përdhunimi, janë pjesë e okultizmit që do t'i bësh këto që të marrësh fuqi, që të kesh pushtet etj. E vetmja formë për të ruajtur pushtetin. Pak më herët me Kedin po përmendim një çik edhe tekstet e këngëve. Muzika, si ndikon në këtë aspekt tek mallkimet? Mendoni që tekstet e këngëve janë një lloj sugjestioni emocional? Tham që fjala bëhet, edhe do të tregoj edhe një kuriozitet. Në qiell, para se Eosfori të binte, për shkak të egoizmit të tij, sepse ai është qenia e parë që shpërtheu në egoizëm. Tha unë do bëhem si Perëndia, prandaj nuk qëndroi në vendin që caktoi Zoti dhe siç bie rufeja nga qielli, kështu ra dhe djalli nga parajsa, duke rrëzuar 1/3 e angjëve, që quhen angjët rebel. Ai ka qenë, sipas traditës, ka qenë formuluesi i muzikës qiellore. Do dini se angjët janë qenie muzikale ose ata këndojnë, sepse janë qenie të gëzuar në praninë e Zotit. Prandaj dhe ne në kish, shqiptarët këndojnë. Njerëz janë të lumtur këndojnë. Prandaj dhe ne në kish ne i shërbes aty kemi me këngë, sepse i festojnë në praninë e Zotit. Dhe djalli këtë e përdor në të kundërt sepse muzika ka një ndikim të jashtëzakonshëm në psikikën, manipulon. E rrit shumë shpejt adrenalinën, por kur muzika, ritmi dhe fjalët pastaj bashkohen me njëra tjetrën, për shembull, duhet dish që shumë grupe, si Beatles, si këta heavy metal, studiuan rritet magjike të vuduve në Afrikë. I morën ato dhe shpërndajnë mesazhe sataniste. Dhe bravo, dhe përdorën ritmin, AC/DC. që janë me ato rit, po AC/DC, djemtë antikrishtit quhet AC/DC. Bërë të bëm kështu, të dua djall, është lav djall. Mos e thuaj këtë me zë të lartë, të lutem. Po jo, kështu është. Dhe çfarë ndodh? Plus rjeshtave që ata fusin në këngë, japin mesazhe për vrasjen, për vetvrasjen, për drogën, për prostitucionin. Po ne nuk jemi të vetëdijshëm për këtë. Ne Jo, një minutë. Je i vetëdijshëm kur ti i dëgjon. E dëgjon subkonsciencën. Po ti e pëlqen dhe riprodhon pastaj dhe çfarë do? ajo të Bravo, ju e preferuar. thatë, në subkonsciencë është një bibliotekë që ne kemi në qenien tonë. Aty regjistrohen gjitha gjërat. Dhe çfarë ndodh? Aty shtrezëzohen. Çfarë bën djalli? Djalli e di që këtë informacion ti e ke marr diku dhe ai ta kthen përsëri në sipërfaqe. Kjo është arsyeja që njerëzit që bëjnë mëkat, ku nuk janë të lumtur, ata mund të jenë në një vend shumë të bukur, në një ambient shumë okay,
prap janë mërzitur dhe thua, po pse je mërzitur? Sepse mëkati tash që është në shtrezimin tënd, që është bërë diku në një vend tjetër, ai kthehet dhe ngrihet përsëri në psiqikën tënde dhe del përpara teje dhe të prish gjithë atmosferën. Mëkati është si një lloj helmi që ti e pi, ha ç'a duash, ai prap do të prishi gjithë. Nuk e shkarkon dot. Nuk e shkarkon pa nxjerr, pra e rrëfyer. Prandaj mëkati duhet rrëfyer dhe mëkati do shpagim. Dhe kemi edhe mesazhe të pavetdijshme. Sot shkenca shkenca edhe kur them aparaturat bëjnë me mesazhe të pavetdijshme që futen në ato tekstin e këngëve që ti i dëgjon në mënyrë pavetdijshme. Dhe ato mbeten në subconsciencë, janë për shembull mesazhe diabolike, ta adhuroj djallin ose diçka tjetër, Highway to Hell. Të fyten në subconsciencë dhe to regjistrojnë atje. Dhe ti pa kuptuar je lidhur me këtë forcë okulte pa ditur. Pra, jemi në zona shumë të errta që fatkeqësisht sot ky brez, i cili kërkon po manipulohet edhe përmes muzikës. Bravo. Dhe të eksperimentoj në rrezik. Prandaj dhe kemi një brez kaq të shturur. Është shturur nga të gjitha aspektet dhe të sfazuar dhe nuk e din se ku po shkon. Por gjithçka do prodhoj një energji negative që do kosto. Ose do ta paguajmë ne dhe kosto e mëkatit kur kalon limitet paguhet me luftë. Prandaj edhe kemi një luftë që po kthehet luftë botërore, ose do ta paguaj Krishti nëse ne shkojmë te Krishti, se Krishti e pagoi. Por tash duhet të zgjedhim, o Krishtin avokatin dhe shpaguesin e mëkateve tona, ose do t'i mbajmë vetë, do t'i paguajmë me gjakun ton pastaj. Sepse mëkati shpaguhet me gjak. Ky është ligji. Po, u bë shumë e thellë dhe shumë e fortë si bisedë, se unë ndërkohë po pyesja për këngët. Po, këngët janë të lidhura. Po, patjetër, ju vetë keni një këngëtar të preferuar? Jo, nuk un kam mbaruar artet figurative për skulpturë, pra jam artist, më pëlqen e bukura. Por nuk jam kështu, si them, te kënga nuk jam shumë. Pra mund të ketë një playlist që është e pastër edhe e sigurt për të dëgjuar. Ne për shembull në Kish kemi muzikën bizantine. Është muzika e kordave zanore, quhet muzika më e lartë sepse nuk ka instrumenta, po instrumentet janë kordat zanore. Quhet muzika më e lartë dhe nuk po themi se jemi të fiksuar vetëm te muzika bizantine. Muzika klasike është shumë e mirë. Dhe muzika e lehtë është shumë e mirë. Çështja është çfarë ritmi ka, sepse ritmi manipulon, kur ai ritëm të nxjerr nga vetja, është një lloj tip droge, ose mesazhe që merr. Pra duhet shikosh ritmin dhe mesazhin. Nëse aty të nxjerrin nga vetja dhe t'japin mesazhe të cilat nuk janë interesin tënd, mos i dëgjoj. Kështu që dëgjoni vetëm Alban Skënderaj ose Yllivan. Jo, po ti bësh reklam se duhet. Kanë këngë të mira vërtet, edhe të pashta edhe të bukura. Janë këngë të mira, po janë këngë që janë pjesë e problemeve tona shoqërore. Pra neve, shiko, jeta është shumë e bukur dhe jeta është shumë e shkurtër. Po shqyr që e tha dikush. Po shqyr. Jo, jeta është e bukur. Po shqyr. Jeta është e bukur. Se kanë ardhur ditë shumë të vështira. Ditët janë të vështira, por duket sikur jetojmë në kaos. Shiko, e drejtë. Vetë shqiptarët duket sikur jetojnë në kaos. Çështja është si e bëjmë ne jetën, si e bën jetën e jeton ti. E keqja është se ne nuk jetojmë për veten, ne jetojmë për tjerët. Kur ti jeton për tjerët, ti nuk jeton asnjëherë për veten tënde dhe jeta jote nuk është me jotja dhe pastaj ti nuk jeton më. Kjo është ajo që kemi dhe ne problem, një snobizëm i shoqërisë sonë. Ne jetojmë për tjerët, vishemi për tjerët, flasim për tjerët, luku për tjerët. Nuk dim të jetojmë thjesht edhe për veten tonë. Jeto për veten tënde, po ti jetosh për vete dhe me Zotin, siç unë kam provuar dy jetët, dhe pa Zotin, edhe me Zotin. Po, ky ishte një detaj shumë e bukur që na e thatë para se të nisnim bisedën. Ju keni qenë ateist fillimisht, atëherë kur gjithë Shqipëria nuk besonte në asnjë fe. Unë kam lindur në 68-ën, 67-ën u prishën kishat e gjithë kultet fetare, kështu që kush më foli mua. Pastaj kopshi, çerdhja, shkolla edhe e larta ishin gjithë ateistë. Prindrit kanë qenë dakord me këtë? Prindrit ishin ata ateistë. Kurse kur unë u ktheva te hyjnorja dhe nuk u ktheva te hyjnorja në mënyrën kështu se desha të filozofoja. U ktheva te hyjnorja sepse isha në një kryq të jetës sime. Zakonisht Zoti njihet në fortunë. Ku ti je në mes të detit në kuptim figurativ dhe nuk ke më shpëtim nga vetja jote dhe nga tjerët. Atë edhe ateisti më i madh thret o Zot. Vërtetohet kjo. Patjetër. Edhe gjithë ateistët më të mëdhenj. Nuk jemi ateist, si definicionet. Ka ateist, ateisti justifikon atë dëshirën për të bërë çfarë do ai. Prandaj thotë s'ka Zot, se s'ka gjykatës, u mund të bëj çdo gjë. Shpreha që përdorin më shumë shqiptarët. O Zot. Varet pastaj, dhe kjo o Zot dhe kjo e ka një gabim kur përdoret vend e pa vend, sepse nuk mund ta marrësh emrin Zotin e përgoj kot. Por un pastaj u bëra fetar dhe u bëra i krishterë ortodoks sepse kërkova shumë, vura mendje në punë dhe sot jam stacionuar në kishën ortodokse dhe besoj se kjo është e vërteta absolute që më liroi mua nga
ajo jetë që ishte një jetë konfuze, instinktive, një jetë koti kur i thoni, me thënë jeto me si të vi, por sot kam një qëllim. Unë di pse jetoj, çfarë qëllimi ka dhe ku dua të shkoj, sepse jeta ka një destinacion. Është udhtim. Po nëse ti nuk e ke është ta gjesh shpejt atë. Nuk e gjetur stacionin, shkon mbetesh në Ullkryq pastaj. Çfarë jetë po bëjmë ne Kedi? Jetë koti apo jetë ploti? Unë besoj që Satani është njeriu, Satan, sa shtetani, po nuk është i ploti. Satani nuk mund të jetë njeriu, sepse njeriu është edhe i mirë dhe i keq, kurse Satani është vetëm i keq. Ta kesh parasysh të, edhe mos të flasim më për ta, mund ta mbyllim me një bekim. Okej. Marrim një bekim nga ju. Shiko, mos kemi frikë për të folur për të keqen, në kuptimin që jo ta as të trembemi, po ta njohim, sepse kemi një armik fatkeqësisht të përbashkët, i cili thuhet është një shprehje biblike, vjen si një luan i tërbuar, ka i cili do që ndahet nga kopeja. Por, duke pasur këtë armik përbashkët dhe kaq konsistent dhe kaq të egër, duhet të kërkojmë Zotin. Prandaj Krishti thot një fjalë dhe kjo është një mesazh. Ejani tek mua. O njerëz të munduar me hallje me vojtje. Më hapni më barrën, dhe barra më e madhe është mëkati. Mësoni nga mua se jam i butë dhe i porulur nga zemra. Pra, kërkoni Zotin dhe jeta do ndryshojë dhe do marrë kuptim dhe do keni një destinacion të qartë. Amen. Faleminderit shumë Miro. Kënaqësi që ju kishim të mbrëmje, në mendoja një herë dhe barra jon tani është ta mbyllim të program. Sigurisht duhet bëjmë edhe falenderimet e fundit. Smart Home Albania. Smart Home Albania sjell teknologjinë që ta bën jetën më të lehtë, kontrollon shtëpinë, vilën apo biznesin tënd nga telefoni kudo që je. Siguri, komoditet dhe stil në një prekje të vetme. Smart Home Albania, jeto më zgjuar. Ta mbyllim për sot? Po ta mbyllim. Si thua? S'na ka ngel gjë tjetër? Jo, më duket se jo. Po mirë, edhe po na patë ngel një gjë kështu, e them herën tjetër. Faleminderit shumë që na ndoqët. Takojmë të njëjtën.